Profesori, me këtë term njihet nga socialistët Servet Pëllumbi, një akademik dhe figurë e shuar në radhët e Selis Roz. Profesori të socialistëve sot i është dëruar nga partia e tij një festë surprizë në 75 vjetorin e tij të lindjes. Servet Pëllumbi ka lindur më 14 dhjetor 1936 në Korçë. Servet Pëllumbi njihet si një prej figurave që ka luajtur rol kryesor në zhvillimet politike të vendit që prej fillimit të tranzicionit. Ai ka patur një karrierë të gjatë politike në Partinë Socialiste dhe Kuvendin e Shqipërisë. Ka qenë kryetari i Partisë Socialiste, Edi Rama, që i ka dhuruar tufën me lule në këtë festë ku merrnin pjesë shumë miq dhe të afërm të familjes politike dhe biologjike të profesorit. Teksa si në çdo ditëlindje, Pëllumbi do të priste tortën në të cilën shkruhej gëzuar ditëlindjen profesor, vet ai u shpreh. Ju falenderoj të gjithëve për këtë organizim të shkëlqyer për të moruar mua 75 vjetorit. I uroj Partisë Socialiste suksese dhe fitore në zgjedhjet e ardhshme. Fitore, gjithmonë fitore. Kjo është dëshira ime në 75 vjetorit, po ka qenë edhe kur isha 60, edhe kur isha 55, do t'jetë sa t'jem gjallë. Pëllumbi është padyshim, jo vetëm politikan dhe intelektual i njohur, me kontribute brenda vendit dhe përtej tij, por njëherësh është dhe me siguri do të mbesë nga filozofët më të mirë të plejadës së tij. Një gur themeli i historisë së mendimit filozofik dhe sociologjik shqiptar. Servet Pëllumbi është dekoruar nga Presidenti i Republikës me urdhrin Gjergj Kastriot Skënderbeu.